Qytetarët tashmë kanë mundësi të rinovojnë kartën e identitetit dhe pasaportën biometrike në çdo zyrë të Identitek në të gjithë territorin e Shqipërisë, pavarësisht njësisë ku janë të regjistruar në gjendjen civile. Ky lehtësim vjen me udhëzimin e ri për të gjithë riaplikantët, qoftë standarde apo të përshpejtuara. Ky ndryshim synon të rrisë aksesueshmërinë dhe fleksibilitetin e shërbimit për qytetarët, duke reduktuar gjithashtu kohën dhe kostot e lëvizjes. Nga ky udhëzim përjashtohen rastet kur pasaporta e fundit është aplikuar përpara vitit 2012. Për këto aplikime, procesi do të kryhet ende vetëm në zyrat e përcaktuara sipas vendanimit të qytetarëve, në përputhje me procedurat ekzistuese. Pasaporta biometrike tërhiqet pranë drejtorisë vendore të policisë në qarkun ku është kryer aplikimi, ndërsa karta e identitetit pranë zyrës së Identitek ku është bërë aplikimi. Identitek thekson angazhimin e tij për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj qytetarëve shqiptar, duke ofruar një zgjidhje që vendosin nevojat e tyre në qendër dhe lehtësojnë aksesin në shërbimet e identifikimit.